Mirëmbrëma, zonja dhe zotëria, në këtë lajmet orës 20, fillimisht ja dhe kryetitujt. Një pjesëtar i policisë së Kosovës është plagosur mbrëmvonë në Radavs 5 si pasojë e shkëmbimit të zjarrit me 2 të dyshuar. Policia nëpërmjet Facebookut ka njoftuar se ka psuar lëndime të lehta. Ishte drejtoresha e PTK-s Leme Xhema, e cila kërkoi nga Interpoli, ka deklaruar sot në Fushë Kosovë se nuk i është shmangur drejtësisë, se ajo erdhi në këtë komunë për të kërkuar vota për zgjedhjet në Medvegjë. Kanë kaluar 10 orë që rreth 80 udhëtar po presin fluturimin e tyre për minutë Gjermanisë në aeroportin e Prishtinës. Atyre deri më tani nuk i është drejtuar as agjencioni ku kanë bler biletat e as zyrtarët e aeroportit ndërkombëtar Adem Jeshari. Familjes Sadriu janë dhënë 10 ditë afat nga Ministria e Infrastrukturës për të larguar nga shtëpia e cila është planifikuar të rënohet për nevojat e autostradës. Ata po kundërshtojnë këtë vendim për shkak të çmimit të ulët. Kreu i Kishës Katolike Papa Francesku i bëri thirrje çdo famulje dhe çdo komuniteti fetar që të marrin nga një familje migrantësh si gest solidariteti. Ai tha se do të nisë këtë aksion në shtetin Vatikanit ku dhe ai jeton. A si qare një reket për këthejën, a? A i të s'kam shumë bateri, kjes. Vala ime, heq mos e nal. Super ofert në Komodita Home deri në 60% zbritje. Komodita Home, djeu komod. Autoritetet kosovare e dënuan dhe e kërkuan me Interpol për të vuajtur burgun dhe nuk arritën ta gjejnë. Sot në mesditë ish drejtoresha e PTK-s Leme Xhema erdhi vetë në Fushë Kosovë. Ajo tha se nuk ju shmang drejtësisë kosovare. Është nisur në tubim elektoral, por Leme Xhema ka marrë edhe avokatin me vete. Mbase ky i fundit e shoqëronte për shkak se ish drejtoresha e PTK-s ishte dënuar nga gjykata e Qarkut në Prishtinë me 3 vjet burgim për keqpërdorim të detyrës. E që nga shqiptimi i këtij dënimi, Leme Xhema ishte ratisur nga Kosova dhe nuk vuajti asnjë pasojë. E këtë të diel, ajo pa asnjë të lashe erdhi të kërkoi vota në Fushë Kosovë për zgjedhjet lokale në Medvegjë. Ajo është kandidate për asamblejën e kësaj komune. Unë s'kam kur çfarë problemi, ajo që ka qenë ka kalue edhe ajo nuk duhet më diskutue. Për ndryshe unë jam si çdo qytetar tjetër në Kosovë këto. Bile para medjave edhe u arsyetua për të kaluarën e saj. Ajo që ka qenë e jemja e kalume është diçka që ndodh çdo kujna që është funksionet larta, por ajo është tash e kalume. Ndonë se ishte në listën e personave të kërkuar nga Interpoli, thotë se nuk ju shmang drejtësisë. Ajo keni shmang drejtësisë? Absolutisht jo. Drejtësia e ka bë vetën, e cila është pa drejtësisht informulant, për ndryshe avokatën e kam këtu juridikisht gjitha unë, sot jam këtu Medvegjas, votoni, 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 numër 4. Njësoj po pretendon edhe avokati i saj, Tom Gashi. Nuk besoj që është shmang drejtësia, por besoj se dispozitat ligjore duhet të aplikohen edhe ndaj zonjës Leme Xhema dhe ndaj gjithkujt tjetër, nëse me dispozita ligjore ajo është krejtësisht në rregull, nuk ka kurfar shkelje ligjore, ajo është qytetare e lirë e shtetit Kosovës. Të qenit të dënuar për shpërdorim detyre, duket se nuk do të ndikojë tek qytetarët e Medvegjës që jetojnë në Kosovë, që të votojnë për Leme Xhemen. Nuk e di, nashta besueshme, nashta njerëzit njëjnë në të le fjale, dhe se dikush që aftë është e zgjuhet vaki dhe për ata arsye dikush ta çashtu, po nashta nuk ka çështë po thonë njerëzit. E tash s'mund të thonë çështë apo çështë. Drejtësia dën vend ai më, diku. Kush e drejta hiq po dën selam. Leme Xhema ishte dënuar nga ish gjykata e Qarkut në Prishtinë në vitin 2008 me 3 vjet heqje lirie, ndërsa këtë akt gjykim në vitin 2011 e pati vërtetuar edhe gjykata supreme e Kosovës. Leme Xhema erdhi në Fushë Kosovë për të kërkuar votën si kandidate për Kuvendin Komunal të Medvegjës. Ajo premtoi jetë më të mirë për qytetarë me investime që janë duke u bërë aktualisht në këtë komunë të Luginës së Preshevës. Tupani po rri në Fushë Kosovë, por qëllimin e ka në Medvegjë të Luginës së Preshevës. Ai është angazhuar nga koalicioni Partisë për Veprim Demokratik dhe Unioni Demokratik të Shqiptarëve për të joshur votuesit potencial të Medvegjës për zgjedhjet e jashtëzakonshme në këtë komunë. Aty në mesditë erdhi edhe lideri i kësaj partie, Riza Halimi, që është edhe deputet në Parlamentin e Serbisë. E votën po e kërkon edhe Leme Xhema, ish drejtoresha e PTK-s që dikur kërkoi nga Interpoli. Ajo foli për punët e mira që janë duke u bërë në Medvegjë.
Mahallat e cilat janë shqiptare janë permanent duke u forcuar në integrimin e infrastrukturës në proceset Medveç. Për mirësimin e jetës u premtoi edhe kreu i Unionit Demokratik të Shqiptarëve. E vendosim një bashkëpunim shumë më serioz të quajtur koalicioni i shqiptarëve të Medvegjës PVD-UDSH, i cili Medvegjen do ta ndryshojë në të mirë për një kohë të shkurtër. Ndërkaq deputeti Riza Halimi u tërhoqi vërejtjen votuesve. Çfarëdo garen mes partive politike shqiptare Medvegj do të kishte pasoja katastrofale. E vetmja formulë është që të kemi unitet, por unitet në veprim. Neve na mbyti uniteti verbal. Halimi këtu kërkoi edhe ndihmë nga qeveria e Kosovës së Shqipërisë. Këtu është prova, këtu dëshmohet, a ka diçka konkret, a ka gatishmëri Serbia me ndërpre procesin e pastrimit etnik Medvegj dhe a ka mundësi dhe forcë edhe qeveria në Tiranë dhe në Prishtinë me avancu qasjen tonë. Se shqiptarët po diskriminohen në Medvegj, po thotë edhe një përfaqësues i Malësisë së kësaj ane. Ne në Malësi nuk kemi lëvizje të lirë. Edhe për shkak se unë shkrua e pritëm shumë marrëveshjen e Brukselit, por prapë të ne pengohet lëvizja e motrave tona, lëvizja vëllezërve tonë. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për komunën e Medvegjës në Serbi do të mbahen më 13 shtator, ndërkohë nga koalicioni PVD-UDSH për asamblen komunale kanë konkuruar 26 kandidat. Sabet Kuka, 11. Kryeministri Isa Mustafa votat që ka marrë arsyetoi nëpërmjet një postimi në Facebook me të arriturat e qeverisë të tij dhe punët që e presin. Për këtë arsye ai vitin 2015 e quajti vitin e sfidave dhe vendimeve të mëdha për Kosovën. Ai ka shkruar se në ditën vim do të kërkojë mënyrën më të mirë për të përmbyllur çështjen e transformimit të FSK-s në forcë mbrojtëse të vendit. Kryeministri përmendi edhe vendimet e mëdha që u morën për dhomat e veçanta të gjykatës speciale për shënimin e kufirit me Malin e Zi, dialogu dhe arritja e marrëveshjes për pjesën më të ndjeshme të marrëveshjes së parë të parimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Megjithëse sipas tij këto çështje konsumohen energji të madhe, qeveria të cilën e drejton, ai u fokusua edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Në këtë aspekt, shefi i qeverisë përmendi pakon e rreth fiskale dhe procedimin e ligjit për investime strategjike. Këto vendimet e qeverisë së Isa Mustafës u kritikuan nga kryetari vetëvendosjes Visar Ymeri. Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të këtij subjekti politik, ai akuzoi ekzekutivin se po e tjetërson pronën e Kosovës. Pritja e tillë po i bëhet kryetarit të vetëvendosjes Visar Ymerit kur hyri të dielën paradite në sallën ku do të mbahej mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm të partisë. Kur bashkëpartiakët e tij u qetësuan, ai u rikujtoi një rregull. Para se të hap këtë mbledhje, kemi një obligim që telefonat e tjerë të Temë kryesore në këtë mbledhje janë marrëveshjet me Serbinë. Me zajednicën po i ndajmë resurset, infrastrukturën, energjinë, telekomunikacionin, por edhe tregën. Valës me marrëveshje ja zbogluam tregën. Ashtu edhe shpërndarjet e furnizimit me energji elektrike. E për këtë Ymeri ka identifikuar fajtorët. Isa Mustafa, Shimfaqi, Edita Tahiri janë mohuesit kryesorë të Republikës së Kosovës. Dy kryeministrat janë pajtuar që përsa i përket pronës në territorin e Kosovës kemi qëndrime të ndryshme. Dhe se të dyja këto qëndrime kanë legitimitet të barabartë. Kreu i vetëvendosjes u mor edhe veç me kryeministrin Isa Mustafa. Ai e ka dhe e mirëmban krimin, por akuzon lëvizjen e vetëvendosjes për shërbime kriminale. Mustafa bashkëpunon dhe i shërben shikut, por akuzon lëvizjen e vetëvendosjes për shik. Të gjitha këto ai bën për një arsye vetëm, që ta zhvendos vëmendjen nga mlefi popullor kundër zajednicës së tij. Kur përfundoi fjalimi i liderit të tyre, zyrtarët e vetëvendosjes vazhduan mbledhjen pa prezencën e gazetarëve, të cilët i larguan nga salla. Pikërisht pas arritjes së këtyre marrëveshjeve me kosovarët, kryeministri serb Aleksandar Vučić është të ftuar për vizitë befasuese kancelare gjermane Angela Merkel. Shefi i qeverisë serbe ka pasur në agjendë një vizitë në Bundestag, por tani ai do të takojë edhe kancelaren me të cilin sipas njoftimeve do të bisedojë rreth integrimeve europiane të Serbisë pas arritjes së marrëveshjes me Kosovën dhe krizën e refugjatëve. Vizita në Berlin e ka konfirmuar edhe kryeministri i Serbisë Vučić në Twitter. Ai ka thënë se takimi me Merkel do të ndodhë nesër në orën 11. Kryetari i listës serbe në Kosovë, Aleksandar Jablanović, ka thënë se sulmi i fundit ndaj të rinjve serb në Klokot tregon qartë se disa njerëz në Kosovë po
po i pengojnë ata, ai ka thënë për agjencinë Tanjug se rinia duhet të jetë e gjymt dhe mbytur me gjak nga terrori i atyre që mendon se janë mbi ligjin dhe njerëzimin. Ajo bëri thirrje Uleksit dhe Kfarit, kryeministrit dhe qeverisë për të reaguar ndaj sulmit të së premtes ndaj një të riu serb në Klokot, sipas tij marrëdhëniet në mes të shqiptarëve e serbëve që janë në pajtim me sipër tashmë janë të ngarkuara me mjaft shumë vështirësi dhe nuk dëshirohen viktima të reja të pafajshme. Mbrëm në Radavc të Pes, pati shkëmbim zjarrin mes policisë dhe 2 personave të dyshuar. Një pjesëtar i policisë u plagos me 2 plumba, njëri e kishte goditur në shpinë dhe tjetrin në këmbë, por janë në lëndime të lehta, ndërka sot pasdite polici i plagosur në faqen e tij në Facebook ishte falendëruar Zotin dhe ka shkruar se dita sotme ishte ditëlindja e tij e dytë. Sipas komunikatës së policisë, organet e rendit ishin njoftuar se në këtë zonë ishin vërejtur 2 persona të armatosur, kur patrullat ishin vënë në ndjekje të dyshuarve, atëherë kishte filluar shkëmbimi i zjarrit mes tyre. Ata kishin shënë në drejtim të policisë me AK-47. Portalet raportojnë nga burime brenda policisë se i dyshuar për këtë rast ishte një shtetas i Shqipërisë që është shpallur më herët në kërkim. Policia në Pej u morë edhe me informatën e një prindi i cili paraqiti në polici një person të moshës madhore për të cilën dyshohet se kishte pasur marrëdhënie intime me vajzën e tij më të rrezë 16, ndërkaq në Gjilani janë arrestuar 2 femra dhe një mashkull me dyshime se kanë kryer veprën kriminale, mundësim ose detyrim në prostitucion, siç bëhet e ditur nga raporti i forcave të rendit. Njëra nga të dyshuarët është dërguar në mbajtje, ndërsa 2 të dyshuarët tjerë janë dërguar në procedurë të shpejtë në gjykatën themelore të Gjilanit. Alanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka uruar sot të gjithë pjesëtarët e policisë së Kosovës në 16 vjetorin e themelimit të këtij institucioni. Sipas këtij subjekti politik, Policia e Kosovës është njëra prej shtyllave më të rëndësishme të shtetit, prandaj qasja ndaj saj e institucioneve qendrore të Kosovës duhet të fokusohet në përmirësimin e kushteve të punës për policinë. Vizioni i AK-s është që Policia e Kosovës të bëhet lider në rajon, sidomos në luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar, terrorizmit dhe shërbimin ndaj qytetarëve. Kjo parti kujtoi edhe policët e rënë në detyrë, ndaj të cilëve shprehen nevojën e mbështetjes së familjeve të tyre si dhe mbështetjen e policëve të lënduar në detyrë. Zjarri i madh ka kapluar Bjeshkën që gjendet në mes të fshatrave Gollazhup dhe Zhurë të Hasit. Zjarfikësit kanë dalë në vendin e ngjarjes, por po kanë vështirësi për shkak të terrenit. Ata nuk po arrijnë të shkojnë atje me automjete të mëdha. Vetëm zjarfikës në këmbë janë duke bërë përpjekje për ta shuar zjarrin. Në aeroportin e Prishtinës, Adem Jashari, një grup udhëtarësh prej 80 vetësh ka mbetur të ngujuar në terminalin e aeroportit nga ora 10 paradite deri në këto momente. Ata në mesditë do duhej të fluturonin drejt Mynyut, por avioni Adria Airways nuk fluturoi. Ndërkaq udhëtarëve që ende po qëndrojnë në aeroport, askush nuk u ka dhënë të një sqarim se çfarë ka ndodhur me fluturimin e tyre. Sipas njëri nga udhëtarët me të cilët kontaktoi Klan Kosova, atyre nuk janë drejtuar as përfaqësuesit e kompanisë asa të aeroportit. Klan Kosova ka provuar të kontaktojë me Adria Airways, por sipas sekretarisë me zë që është lajmëruar në telefon, kompania nuk punon të dielave. Ndërsa zëdhënësi e aeroportit Prishtinës, Valentina Gari, ka thënë televizionit se arsye e vonesës është një problem teknik i kompanisë ajrore Adria Airways. Sipas saj, të gjitha të drejtat e pasagerëve në rast tilla janë duke u respektuar, ka thënë ajo. Edhe familja Sadria është në pritje të skadimit të ultimatumit 10 ditësh që i ka dhënë Ministria e Infrastrukturës për t'ia rënuar shtëpinë në Veternik. Ata po kundërshtojnë këtë vendim për shkak të çmimit të ulët të shpronësimit dhe të devijimit të trasesë që ju bë nga politikanët me ndikim. Loj në këto bordë do të ketë më së shumti edhe 10 ditë. Afat të njëjtë kanë edhe banorët të shtëpisë për ta liruar objektin në Veternik. Këtë ultimatum familjes Sadriu u ka dhënë Ministria e Infrastrukturës, pasi që ajo do të rënohet për të zënë vend ndërtimi autostradës. Mirë po, këtë vendim po e kundërshton pronari i shtëpisë për 2 arsye. E para është çmimi i shpronësimit. As 200 euro. 200 euro. 27.000 ari këtu, dikon më shkutrit trojë ma por, dhe më thonë që nuk është qender në 40-45 s'fol kërkush me ty. Me çmimin e shpronësimit nuk është i kënaqur as vëllai i ministrit të arsimit Arsim Bajrami. Mirë po ai tha Klanit se ka pranuar vendimin për rënim të shtëpisë dhe do t'i drejtohet gjykatës. Asgjë sa vlesh në të paguaj çmimin. Arsye tjetër e kundërshtimit të familjes Sadriu është edhe dyshimi për devijimin e trasesë së rrugës. Unë jam i gatshëm prapë me lëshu dhe bor, vetëm mos më ndal punën. E kjo nuk punon drejt. Kjo është rruga e drejtë. E kjo nuk është rruga e drejtë. To kam bulakime. Kjo nuk më pëlqen.
Ky objekt përballë shtëpisë së Sadriajeve është i deputetit Shaib Muja, në të cilin ata po dyshojnë se ka ndikuar për devijuar rrugën. Ky i fundit nuk i është përgjigjur Klan Kosovës në telefon dhe mesazhet e dërguar në celularin e tij. Kësaj familje i ishte premtuar se do të zbatohet ligji edhe nga Mustaf Krasniqi, këshilltari i ministrit të infrastrukturës Lutfi Zharku. Atu ku vendos rrugat, objektet duhet me qenë larg 25 metra. Thash mirë, thash, vetëm me kranë e gjatë apo do të majtin. Tha jo 2 kratë. Thash atëherë punoni drejt. Ndërsa këshilltari Mustaf Krasniqi, ta përmes telefonit së vendimin për rënim, është marrë pasi Ministria e Ambientit ka dalë në terren dhe ka bërë matjet. Ai rekomandoi paleve të drejtohen gjykatës për paknatësitë që i kanë. Por zonja Sadriu ka në mend diçka tjetër. Sholla nuk i kam djelt këtu, kur vjen bageri. Se për pambo bageri mua qështu, unë e pisitujt nuk da. Në Kosovë ekziston një ligj që nuk është shfrytzuar asnjëherë nga prokurorët që nga miratimi i tij para 2 viteve. Juristët po thonë se ky dokument që ka të bëjë me konfiskimin e pasurisë ka defekte të brendshme. Është një ligj që është aprovuar që 2 vite, por asnjëherë nuk është zbatuar. Shkak për mosbatimin e ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë përfituar me vepër penale janë disa mangësi brenda këtij dokumenti. E këto defekte po synohen të sanohen me ligjin antimafia që aktualisht nuk ekziston, por që është duke u hartuar nga Ministria e Drejtësisë. Udhëheqësi i grupit punues që po punon në këtë dokument është prokurori Shqipdon Fazliu, i cili thotë se do të ndërrojë mënyra e konfiskimit të pasurive të përfituara me vepër penale. Bëhet fjalë për një kalim nga konfiskimi me aktgjykim dënues në konfiskimin pa aktgjykim dënues. Dhe po ashtu edhe barra apo baza dyshimit do të jetë nga dyshimi bazuar në dyshimin e arsyeshëm se një person ka mundur të jetë i involvuar në sjellje të ngjashme kriminale, mirë po që nuk kërkohet që personi në fjalë të shpallet fajtor në mënyrë që të iniciohet procedura për konfiskim të pasurive të krijuara në mënyrë të kundërligjshme. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, puna e prokurorëve në luftën kundër krimit të organizuar do të lehtësohet. Pretendojmë që barra të provurit të zhvendoset në masë shumë të madhe në të pandeolin, dallimi mes dyshimit të arsyeshëm dhe dyshimit të bazuar është dyshimi i arsyeshëm është një standard më i ulët i të provuarit në krahasim me dyshimin e bazuar dhe kjo do ta lehtësojë punën e secilit agjencion dhe institucion zbatues të ligjit në Kosovë për konfiskim të pasurive. Por me skepticizëm këtë ligj po e sheh një antar i shoqërisë civile. Arton Demhasaj konsideron se ligji antimafia duhet të ketë dispozita që ndjekin pasurinë e jo individin. Ai problematike po e sheh edhe transferimin e barrës së provës tek të pandehurit. Në momentin kur është brenda sferës penale, ka do çoja ti barrën e provës prapë nuk ka më pas sukses. Kur e ka hek prej sferës penale, e çet në sferë civile dhe mundesh me ndjek veç pasurinë, pa të interesu individi ose vepra penale, me ato merret tjetër dikaser, atëherë më rregjë ka më qenë qëllimshme. Ashtu siç e kanë deri më tani shumica vendeve të rajonit rregulluar në këtë mënyrë. Tani grupi punues është duke pritur edhe mendimet e 2 ekspertëve ndërkombëtar për ligjin antimafia, i cili pritet që nga fundi i vitit t'i dorëzohet qeverisë. Ministria e Mjedisit e drejtuar nga Ferri Dagani ende nuk ka marrë asnjë masë ndaj zyrtarëve të dyshuar për keqpërdorimin 100 milionësh në mbledhjen e taksës së ujit, krejt çka është bërë deri tash në lidhje me keqpërdorimet në këtë ministri, sipas gazetës fjalë është raport i dërguar në prokurorinë e Kosovës, e cila po merret dhe po e heton këtë rast. Prokuroria në Shqipëri kërkoi nga Kuvendi lejen për arrestimin e deputetit Prenda. Ky fundit akuzohet për plagosjen e disa personave në Laç. Prokuroria e përgjithshme kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë autorizimin për arrestimin e deputetit Armando Prenga. Zyres së kryeprokurorit Adretik Llalla ju deshën 24 orë kohë për të mbledhur materialet hetimore dhe për të argumentuar kërkesën që tashmë i është dorëzuar Kuvendit të Shqipërisë. Ka qenë ora 12 së dielës kur punojësja e prokurorisë së përgjithshme ka dorëzuar në protokoll kërkesën për dhënien e autorizimit të arrestimit të deputetit. Sipas prokurorisë, Armando Prenga dyshohet se ka konsumuar 3 vepra penale, ato të prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe municionit, plagosjes së rënd me dashje dhe kanosjes. Në kërkesën drejtuar Kuvendit, prokuroria argumenton se deputeti Prenga ka kryer vepra penale me rrezikshmëri të lartë shoqërore, pasi është përfshirë në konfliktin me armë në qytetin e Laçit me pjesëtar të familjes Cali. Bazuar në materialet hetimore, prokuroria dyshon se deputeti Prenga ka përdorur një pistolet tjetër nga ajo që kishte me leje, me cilësinë e deputetit dhe në konflikte sipër ka qelluar në drejtim të shtetasit Tom Cali duke e plagosur.
Gjithashtu, prokurorët thonë se gjatë këtij konflikti, para komisariatit të Laçit, deputeti Prenga me pistolet në dorë ka kërcënuar duke i drejtuar armën pjesëtarëve të familjes Cali, ndërkohë pak para përplasjes me armë para ambienteve të policisë, hetuesit argumentojnë se Prenga e ka goditur në kokë me qytën e pistoletës shtetasin Gjergj Cali, me të cilin është konfliktuar në rrugën Patok Laç. Sipas prokurorisë, referuar këtyre dyshimeve të ngritura mbi bazën e hetimit para prag, zyra e krye prokurorit Lalla kërkon nga kuvendi që të miratoj arrestimin e deputetit Prenga dhe t'i hap rrugë hetimit të plot dhe të gjithanshëm nga ana e institucionit të akuzës. Gjergj Cali, një prej personët plagosur nga ngjarjen në Kurbim pak orë pas i la ambientet e spitalit, tha për media se ka qenë deputeti i zonës Armando Prenga, i cili ka hapur zjarr mbi familjen Cali. Sipas tij, konflikti fillimisht kishte nisur në qendrën e punës së tyre në fshatin Patok dhe më pas kishte degraduar në komisariatin e Laçit. Një soprano me fama botërore mbrëm performoi në katedrale Nëna Terez në Prishtinë. Inva Mula, pasi intonoi për herë të parë himnin e Gonxhe Bojaxhiut, tha se pati ndjenjë të veçantë. Ka interpretuar në skenat më të mëdha botërore muzikore. Madje para publikut shumë të madh në numër. Por emocionet që përjetoi sopranoja Inva Mula të shtunën në mbrëmje në katedralin e Prishtinës Nëna Terez, thotë se ishin më ndryshe. Ka qenë vërtet një emocion kur për herë të parë mu besua himni, po përgjithësia ishte shumë e madhe, pasi figura e Nën Terezës është kaq e dashur dhe kaq e madhe në njëjtën kohë. Sopranoja me famë botërore interpretoi valsin hynor, i cili është himni Nënës Terez, që u promovua në 18 vjetorin e vdekjes së laureates së çmimit Nobel për paqe Gonxhe Bojaxhiut. Emocionet e sopranos ishin prezente edhe kur u pyet nëse e ka realizuar detyrën si duhet. Ato do ta thot publiku, unë e kam kënduar me shumë dashuri, e kemi incizuar me gjithë miqt dhe shokët ton artist, me dashuri, me përkushtim. Tani besoj që himni do marrë një rrugtim të bukur. Sipas Mulës, veprat e humanisës shqiptare që kanë lënë gjurmë në botë duhet të nderohen. Detyra jonë, secili nga ne duhet japi një gjurmë, duhet të ndjekim shembullin e saj dhe të këndosh për Nën Terezën është një nder. Përveç Inva Mulës, në skenë doli edhe një artiste tjetër me nam. Aktoria Tinka Kurti recitoi poezi për Nënën Terez. Lutesh prap për botën. Për Nënën Shqipërisë. Me vendim të Papa Franceskut, Nëna Terez do të shpallet shenjtore me 5 shtator të vitit të ardhshëm. Komisioni Evropian të mërkurën për herë të parë do të prezantojë një listë të vendeve të sigurta të origjinës. Në këtë listë do të jetë edhe Shqipëria, Kosova dhe Turqia. Lista do të jetë e detyrueshme për vendet e BE-s, çka do të shpëtojë Gjermaninë nga debati politik. Në këtë mënyrë azilantë nga Shqipëria do të deportohen shumë shpejt. Sipas fazit, vitin e shkuar vetëm 0.9% e maqedonasve që kërkuan azil ja dolën të marrin. Sa i përket Shqipërisë, kjo shifër është shumë më e madhe, shkon në rreth 7.4%, pasi në vendin tonë ka raste të izoluara të gjakmarrjes dhe dhunës në familje dhe diskriminimit të minorancave. Më e lartë është kuota e suksesit për turqit, që shkon deri në 23.1% e aplikimeve për asil. Në kampin e Miratovcit në Preshev, që gjendet afër kufirit me Maqedonin, kanë vazhduar të vinë turma të mëdha refugjatësh nga lindja e mesme. Sipas agjencisë së lajmeve Tanjug, refugjatët që arrin në këtë kamp transportohen me autobus nga UNHCR drejt qendrës kolektive për pranimin e migrantëve në Preshev, ndërsa në Preshev gjatë ditës sot më është parë një numër i madh autobusësh që bartin refugjatët drejt Suboticës dhe Beogradit, prej ku më pas vazhdojnë në rrugën drejt Hungarisë dhe Gjermanisë. Gjermania mbrëmë pranoi 8.000 refugjatë sirianë, të cilët arritën me tren nga Hungaria, ata u mirëpritën me pankarta nga gjermanët. Këto duartrokitje janë për refugjatët sirianë që arritën në stacionin e trenit në Munich të Gjermanisë. Përveç duke brohuritur, gjermanët i pritën këta hallexhin nga Azia edhe me pankarta. Ata ishin nisur të premten nga Hungaria dhe nëpërmjet Austrisë arritën në Gjermani. Pranimin e një numri të refugjatëve është i gatshëm ta bëjë edhe shteti i Australisë.
Këtë e konfirmoi edhe vetë kryeministri i këtij vendi, Tony Abbott. Unë bashkë me ministrin e migracionit australian Peter Dutton do të udhëtoj me aeroplan për në Gjenevë të dielën në mbrëmje, për të takuar me komisionerin e lartë të OKB-s për refugjatët, për të diskutuar se çfarë mund të bëjë më tepër Australia për refugjatët. Ndërkohë, kriza e refugjatëve sirian po vazhdon. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në Hungari kanë bërritur mbi 3300 emigrantë. Ky është numër rekord i sirianëve që arritën brenda një dite në këtë shtet. Papa Francesku i ka bërë thirrje të dielën çdo famulli e manastireve dhe faltorëve të tjera në Europë që të marrin nga një familje migrantësh si gjest solidariteti. Kreu i Kishës Katolike në meshin e të dielës tha se 2 famulli në Vatikan do të marrin nga një familje refugjatësh ditëve në vijim. Sekretari i shtetit John Kerry ka bërditur homologut i rus se Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara në lidhje me raportet që flasin për një grumbullim masiv ushtarak të Moskës së ri, lëvizje kjo e parë gjërësisht me synimin për të forcuar radhët e presidentit Bashar al-Assad. Autoritetet amerikane kanë gjërmuar hapa shqetësuese përgatitore përfshi këtu transportin e njësive para fabrikate të banimit për qindra njerëz në një fushë aeroplanësh në Siri, gjë që mund të sinjalizojë dhe gatishmërinë e Rusisë për të dërguar atje asete të kapacitetit të rënd ushtarak. Në brigjet e Koreas së Jugore përsëri u përmbys një anije, në këtë aksident humbën jetën 10 persona. Një operacion masiv shpëtimi është duke u zhvilluar të dielën në brigjet jugore të Koreas së Jugut, pasi një anije peshkimi u përmbys. 10 njerëz kanë vdekur dhe një numër i pacaktuar i të tjerëve po konsiderohen të zhdukur. Anija ka humbur komunikimin me një tjetër anije të shtunë në mbrëmje dhe u gjet të dielën në mëngjes në veri të ishullit turistik të Jeju. 3 persona u shpëtuan dhe u dërguan në spital me lëndime që nuk ishin të rrezikshme për jetën. Korea e Jugut ende nuk e ka kaluar dhimbjen për fatkeqësinë detare të vitit të kaluar, kur u përmbës tragedi në të cilën humbën jetën 300 persona. Viktimat ishin fëmijë të shkollave. Të paktën 6 persona kanë vdekur kur një automobil ka hyrë në publik gjatë një gare të veturave rally në Spanjë. Në mesin e viktimave të rallit La Coruña, e cila u mbajt në qytetin Caral të Spanjës, është një grua 70 dhe një fëmijë 8 vjeçar. Incidenti ka ndodhur kur makina ka dalë nga rruga me një shpejtësi të madhe derisa po përpiqej të kalonte një kthes të madhe sa më lehtë. Gara është ndërprerë menjëherë ndërsa policia spanjolle akoma nuk e ka konfirmuar numrin zyrtar të vdekurve dhe të lënduarve nga ky aksident. A si qare njëre këtë po kthehen, a? Hajde s'kam shumë bateri, kjes. Vala ime, heq mos e nal. Super ofertë në Komodita Home deri në 60% zbritje. Komodita Home, ndjehu komod. Në këtë edicion ndoqët. Një pjesëtar i policisë së Kosovës është plagosur mbrëmvon në Radavsk 5 si pasojë e shkëmbimit të zjarrit me 2 të dyshuar. Policia nëpërmjet Facebookut ka njoftuar se kapsuar lëndime të lehta. Ish drejtoresha PTK-s Leme Xhema, e cila kërkoi nga Interpoli, ka deklaruar sot në fushë Kosovë se nuk i është shmangur drejtësisë. Ajo erdhi në këtë komunë për të kërkuar vota për zgjedhjet në Medveq. Zonja dhe zotëri, faleminderit që zgjodhët Klan Kosovën për të informuar. Nga sonte ju rikujtojmë se në orën 21:30 nis edhe sezoni i ri emisioni Sport Show, ndërsa për më shumë informacione keni edhe portalin klankosova.tv. Mirupafshim.